Gjirokastra është kthyer në një laborator të hapur studimi për studentë të arkitekturës dhe dizajnit urban, të cilët për 2 javë me radhë morën pjesë në procesin e rilivimit të disa objekteve, monument kulture të kategorisë së parë dhe të dytë. U trajtuan në total një grup prej 8 objektesh, një hamam dhe një kish. Kryesisht objektet ishin në Gjirokastër, kisha ishte në një fshat në Kov. Studentët kryen punime në rilevim arkitektonik, matje metrike, përdorimi teknologjisë, research në teren, duke bërë një analizë të tipologjisë së banesave, historisë, dhe në pas punuan teren duke i prekur, po themi nga afër këto objekte, ku jo vetëm i stërvit studentët, po dhe i frymëzon në fushën e tyre të projektimit. Është kthyer syri drejt të trashëgimisë, duke parë dhe rritjen e turizmit, kështu që ky është një aspekt kryesor, forcimi, po themi, i politikave në fushën e restaurimit, po dhe bashkëpunimi midis fushës akademike dhe institucionale. Ky program i zhvilluar në bashkëpunim me pedagog dhe specialistë të restaurimit u ofron studentëve mundësi të njihen nga afër me teknikat profesionale të dokumentimit, analizës dhe interpretimit të trashëgimisë së ndërtimit të objekteve të ndryshme. Mendoj që ka qenë një nga eksperiencat më fitimprurëse, sepse është ndryshe kur ti e ke objektin përpara dhe mund ta prekësh vetë, mund ta shohësh vetë, mund ta eksperiencosh vetë, dhe është një mënyrë shumë e mirë mësimdhënie. Mendoj që është një eksperiencë që ndodh një herë dhe do ishte shumë mirë që besoj dhe shkollat e tjera ta futin si praktik, pasi deri tani ne na ka ndihmuar shumë. Dhe mendoj që mund të jetë edhe një nisje shumë e mirë për ata studentë që duan të vazhdojnë për restaurim të trashëgimisë kulturore. Me përfundimin e ciklit të rilivimit, materialet e mbledhura do të përdoren për studim të mëtejshëm, projekte restaurimi dhe analiza akademike që synojnë ruajtjen dhe promovimin e vlerave arkitekturore të Gjirokastrës.